Në shkurtje është dita ndërkombëtare e picës, një nga ushqimet më të dashura në botë, që ka kaluar kufijtë e kulturave dhe është kthyer në simbol të shijes, traditës dhe kreativitetit kulinar. Për të folur më shumë për këtë ditë dhe për sekretet e një pice të mirëfill, sot me ne në studio kemi një musafir të veçantë, pikërisht me profesion me përvojë ndërkombëtare në industrinë kulinare. Me ne sot në studio kemi të nderuarin Bilal Shabani. Mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë se ju gjeta, kënaqësi të jem bashkë me ju këtu të ndajmë informacionet e pikërisht picës, brumit, që një pjesë jetës time kam kaluar pikërisht në këtë industri, po. Mund të na thoni se çfarë përfaqëson për ju personalisht dita ndërkombëtare e picës? Personalisht për mua është pjesë e karrierës time, gjithmonë kam punuar me brum, domethënë duke nisë shumë brume të ndryshme, edhe pjesa e picës, edhe pikërisht me non shkurt me sa e di unë 2017-ën pizzaiolët napolitane kanë shti picën në UNESCO. Domethënë është e mbrojtur në UNESCO. Edhe ka marrë për masa më të mëdha. Të të festohet edhe kjo ditë tani më të bëhet një ditë ndërkombëtare. Pse mendoni që pica ka arritur të bëhet kaq universale dhe e dashur, mund të themi, nga në gjithë botën? Shumë njerëzit e dinë që një ndër ushqimet e tyre të preferuara kanë edhe picën. Unë mendoj se është një ushqim shumë i thjeshtë, ushqim fukarar, si me thonë, edhe prej ati italianët i thonë povero, me thonë prej ati ka nisë edhe italianë duke emigruar në gjithë botën, do me thonë e kanë bartë me vete çdo kund të picën. Edhe në çdo shtet, do me thonë ka kulturat e veta, edhe nëpërmjet asaj bazës, ato e kanë bo, për shembull, manovrat e veta, për shembull tradicionet e veta në kulturat e tyre. Në kulturat e tyre. Kur flasim për një picë të themi cilësore, të shijshme, cilat janë elementet kryesore që nuk duhet munguar në një picë? Normalisht komponentet, do me thonë ingrediente, do me thonë ajo është e baza, si me thonë prej fillimit vjen mielli cilësor, pastaj domatja cilësore, pastaj mozzarella, bazilik. Kjo është ajo baza që niset, do me thonë kryesore e picat, pastaj tjerat janë secili ja shton shijen e vet. Do me thonë, varet edhe çfarë pice dëshirojnë? Po, patjetër. Dikush e don me mish, dikush me peshk, dikush klasike, dikush pa gjëra tjera. Shpesh dëgjojmë për picën napolitane dhe çfarë e bën këtë picë kaq të veçantë? Po, pica napolitane është metoda e brumit, do me thonë, do me thonë niset te metoda e brumit, te pjekja, te mielli cilësor, do me thonë, te produkti cilësor, pastaj vjen edhe këto pjesët e pjekjes, do me thonë, pica napolitane ka një shpejtësi prej 60 deri 90 sekonda e bon atë pjekën, që e bon atë morbit, e tjese e butë, do me thonë edhe me rreth, shumë me rreth se sa pica normal, edhe e butë, po. Edhe temperatura normal, teknikat e brumit, do me thonë krejt është pak më ndryshe se pica tjera. Dhe kjo e bën më të veçantë dhe më të dalluar nga të tjera. Me të dalluar, më cilësore, është më shumë e përhapur në gjithë botën, do me thonë. Mund të themi që është më e famshme? Mund të themi lirisht që është më e famshme. Prej picave tjera, llojeve të tjera. Po. Atëherë, kur jemi, sa është e vështirë të themi të ruhet ato receta tradicionale sot, kur ka, mund të themi edhe atë shumë verzione tjera moderne të recetave të picës? Për mua personalisht të dijat nuk janë gabim, edhe ajo tradicionale, edhe kjo tjetra. Po tash bota ka rrit për shembull teknika, do me thonë makineria, furat, do me thonë që arritën edhe me rrim, arritën deri në 500 gradë temperaturë, do me thonë brumatriqja që ka me 2-3 shpejtësi, do me thonë krejt është të teknikat e brumit. Edhe tash çdo pizzaiol e ka atë teknologjinë e vet që e bon, për shembull dikush e bon matfrime, dikush e bon. Ato teknikat e juaj, do me thonë ndryshojnë. Po, edhe që ajo është se çdo pizzaiol e ka për shembull atë pjesën e vet që e bon mënyrën e vet. Mënyrën e vet.
Cilët janë, pasi që ju jeni një kohë të gjatë që mireni me këtë profesion, cilët janë gabimet më të shpeshta që bëhen gjatë përgatitjes picave? Po gabimet ndodhin, për shembull, ku nuk je i vëmendshëm punë, për shembull, një gabim mund të jetë furrë nuk e ka temperaturën si duhet. Brumi nuk e ke nxjerrë jashtë në kohën e duhur, për shembull, brumi i ftohtë, temperaturat e larta janë. Mënyra e bëmit e brumit, e kupton, shumë salcë, pak djathë, shumë djathë, pak salcë. Do të thonë, pica duhet të jetë ekuilibrume, do të thonë. Si duhet. Po. Mund të na thoni sipas jush a preferojnë njerëzit më shumë traditën apo versionet kreative të picës? Po e njëjta është edhe ashtu, po tash moda kam rënë, për shembull, ka edhe picë që është shumë e lirë, si thonë ato povere, po edhe ka picë me ingrediente shumë shtrenjta, për shembull, që ka rritë, mund të me thonë se një picë nuk mund të kushtojë çkaq. Do të thonë, krejt varet te dëshira e njerëzve, si e preferojnë, a e preferojnë një picë të butë apo një picë si tradicionale, si më para që e kanë pjek, do të thonë, ma krokante, ma ashtu. Dallojnë, do me thënë. Të kthehemi pak tek ju, të flasim për karrierën tuaj. Ju keni ndërtuar një karrierë në gjitha nga kuzhinët, mund të themi, më të njohura ndërkombëtare. Si ka nisur rrugtimi juaj në këtë profesion? E mbani me fillimet e para, hapet e para në këtë profesion? Po, si gjithë shqiptarët që shkojnë në migrim, për shembull edhe unë kam shkuar në Berlin për herë të parë. Atje kom has në punë me italian, kom punu me shqiptarë, suksesshëm, edhe kështu ka nisë dal nga dal, edhe ajo dëshira për se një kohë gjatë kom punu me brum, pastaj kom arrit, për shembull, e kom pas se duhet me nisë me bo diçka tjetër, atëherë kom hin ka kuzhina, edhe se kom shumë pasion kuzhinën. Pasion, do më dhe kur keni shkuar në Berlin, më herët jeni marrë me brumërat, apo atje keni filluar? Jo, ajo si gjithë ne, për shembull, e kina lënë shkollën gjithë, kina shku atje për të punu, do më thonë nuk e qenë profesionalist në punën tonë, po vullneti, dëshira për të mbërri ma shumë, për të mbërri atë punën që e bon, që ta bësh me dashuri, me vullnet. Edhe e kum pasë në kuzhinë, ka diçka që më lidhën më me kuzhinën, edhe pastaj gradualisht i kum hin pjesës e kuzhinës. Të kuzinë. E mbani mend picën e parë kur e keni përgatitur? Po, e mbaj mend se e shtina në furrë edhe së në nxjerrsha mo jashtë, edhe se qaq edhe do me thonë, kishte ato vështërsitë e veta. Vështërsitë e veta. Si u kuptuat, për shembull, si e kuptuan të tjerë që je një kuzhinier i mirë, të shembull, se pasi që keni shkuar në Berlin? Një kuzhinier e mirë, për shembull, kur kam shku prej Berlinit në Moskë, atje e kishim atë shefin ton, investitorin që financojte në këtë pjesën e gastronomisë, dhe duke bërë pica me atë kreativitetin tim, a i tha ti ke aftësi ma shumë, për matë më dhaja që duhet netët i bashkë me ty, tha duhet ti nxjerrim tha jashtë në pa. Edhe pastaj ma dhan një projekt në dorë, unë kisha emocione, frikë, do me thonë, pastaj i hina me seriozitet edhe duli sukseshëm, pastaj gradualisht tu indru konceptet, tu mbri ma shumë, deri, do me thonë, prej koncepteve të pizzerijave, në restorane italiane, pastaj të miksume me japoneze, pastaj me steakhouse, do me thonë, gjithmonë i ndryshim konceptet, edhe që ashtu ndryshojte orientimi jonë në për kuzhina, edhe pastaj kompletosh, bosh një kuzhinier i kompletuar. I përsosur, i kompletuar. Ju e potencua që keni kaluar në Mos, por keni qenë në atje në Mos bashkë me vëllaun e juaj, Rufiun, ashtu. Si ka ndikuar puna në Moskë dhe në kuzhinat të nivelit të lartë në formimin tuaj, të themi si shef? Po tani, kur unë kom shku i pari, pastaj normal si gjithë tjerët e thret vëllaun me më të vogël, edhe në atë kohë, për shembull, ai e kapi shumë shpejt atë punën që e bësha unë, si e tregova edhe më parë, pastaj u kompletuam tudi bashka, e bëjt e këtë punën e pizzerisë, unë e bëjsha pjesën e kuzhinës, edhe gradualisht që ashtu zhvilloheshemi edhe arritëm edhe në shtetet tjera, për shembull Kazakistan, Tajikistan, apo vendet e ish bashkimit sovjetik. Do të thonë, gjithmonë bëjshim koncepte, do të thonë, jem marrë me formimin e koncepteve reja. Ai e bëjt e pjesën e pizzerisë,
si që bënë sa mas miri, unë e bësha pjesën e kuzhinës. Edhe këshu, gradualisht... Jeni kombinuar, disi. Jeni kombinu, po. Jeni kombinuar. Keni bashkëpunuar me emra të njohur ndërkombëtar. Mund të na thoni se çfarë keni mësuar nga këto eksperienca? Po, normal, prej emrave të njohur, kam punu edhe me Massimo Turano, me shumë Glenn Ballis, do me thonë njerëzi që kanë bo, pa mos i njoftune, kanë bo 20-30 konceptet e veta. Edhe jam mësu të gatuj, jam mësu të organizoj kuzhinën, disiplinën, do me thonë prej zero deri në maje, si duhet të konceptohet, për shembull si duhet bëhet një koncept i ri, teknikat e reja, do me thonë se për mu ma shumë kuzhina është temperaturat, do me thonë peshki do temperaturë, mishi temperaturë, kretë këto gjonat, brumi do temperaturë, edhe pjesa e teknikave, do me thonë, pjesa organizimit, pjesa e stafit, pa mos u hap. Do me thonë, çdo eksperiencë tire e kom bartë në vetën time, që sot për shembull e barti të punëtorët ati që punojnë me mua bashkë. Që punoni. Sa ndryshon kultura e kuzhinës nga një vend në vendin tjetër? Mendoj se ndryshon shumë, për shembull, nga Italia në Japoni, për shembull, ose në Australi, ose në Kanadë, ose në vendet Filipina, apo në Kore, për shembull, se edhe ato kuzhinat më pëlqejnë. Për shembull, ndryshon shumë kultura, po tani ka ardhur një kohë, për shembull, që i bashkojnë kulturat. Për shembull, e bëjnë një peshk me një salsë japoneze. Kjo ndodh edhe në Itali, e kupton. është shumë mirë kur i kombinojnë për shembull sendet, ose të unë në lokal kom unë për shembull humus, ajo është tjetër kulturë. Edhe kështu që... Kur kombinohet të bëhet një mix i bukur, mund të themi, dhe i shishëm gjithsesi. Edhe ke prej krejtve ka diçka. Ka diçka. Ju keni vendosur të ktheheni në vendlindje, për të punuar, për të kontribuar dhe për të ndarë bashkë me adhetarë suksesin tuaj. Çfarë ju frymëzoi të themi të krijoni konceptin e restorantit që themeluat në një stil, mund të themi, të veçantë, që dallon nga të tjerët? Brumarte, lokali jonë, ku ne jemi edhe bashkëpunar me Rufin edhe punojmë, ka gjithë kjo eksperiencë, do me thonë që këna qenë jashtë, edhe gjithmonë edhe emnin që e këna vo me brum, me artë brumit, do me thonë jena marrë me akrobacionet e brumit, ma shumë jena të lidhët me brum, edhe je këna vojnë edhe konceptin, edhe duke mendu se në vendlindje, normal se si thonë popli, guri ronë peshon vend vetë. Në vendin e. Gjdo të mirë, për shembull, nëse e kisha zgjedh krejt botën, e kisha marrë Tetovën, për shembull, ose këtu ku jetojmë ne. Pse mos e zhvillojmë edhe ne vendin tonë? Ne kena produkte shumë të mira, duhet të angazhohena më shumë në produkte. Jemi një vend, për shembull, ku ka për shembull pomodori ose kështu gjona tjera, për shembull si në Itali. Duhet nisim avash ta zhvillojmë vendin tonë. Si vendosët që të ktheheni ju pikërisht në vendlindje për të punuar? Duke lënë gjitha të eksperiencë e kishit nëpër Evropë jashtë vendit? Po çdo herë me mendim për të kthehej në vendlindje, do me thonë, unë për veti çdo herë e kam pas atë idenë. Ta themi idenë? Po vetëm se doniherë shkon më gjatë se sa ti e mendon. Derisa ka momenti koha. Po kur i vjen koha është më miri se sa me bë para kohe edhe pastaj të del puna ndryshe. Të del koha ndryshe. Sa i rëndësishëm është të themi edhe trajnimi i stafit në një restorant? Është shumë i rëndësishëm, do me thonë se unë jam shumë profesionist edhe gjithmonë kam qenë dalin gjonat ashtu, ose jam unë ati, ose se jam edhe pse jam, do me thonë 12 orë ati të lokali. Shumë është i rëndësishëm, do me thonë gradualisht duhet me bartat, se në fillim se kuptojnë, po gjdo dit duke fol, unë për shembull kur shkojmë punë, gjdo dit foli gjithë ore me stafin. Qka kina bu dje, kina bu gabim, s'kina bu gabim, ose gjithë duhet përmesojmë, ose gjithë duhet të afrojmë misafirve, sepse kamarjeri komunikon me misafirin, do me thonë, a i duhet të abartin kuzhinë, kështu që ne duhet të amendojmë një ushqim të re, edhe gjithmonë jom ati për të bëjë eksperimente. Do më thonë jeni të gatshëm të bashkëpunoni edhe me stafin, por edhe në atë se çfarë dëshirojmë më së shumti musafirët. Mund të na thuani se në kuzhina është më e rëndësishme kreativiteti apo disiplina?
kreativiteti me disiplinën shkojnë bashkë, mendoj unë, sepse pa mos pas disiplinë, s'mund t'jesh edhe kreativ. Do me thonë, unë mendoj se shkojnë bashkë, a disiplina është numër 1. Për shembull, pa mos pas disiplinë punë, nuk mund të arrish as rezultat, as kreativitet, Asgjë nuk mund të arrit, kuptohet se pa disiplinë nuk mund të... Ju së fundit gjithashtu keni hapur edhe kurse për pizzaiol. Sa po shprehet interesimi të rinjeve në këtë drejtim, për këtë profesion? Me thënë drejtën, do me thonë, para një jave kishim një bashkë kombasin tonë nga Shqipëria që jeton participon në Londër. Do me thonë, ishte knatësia e dhvije për Londre, dhvije të shkolla jonë, për shembull, edhe ta nisje biznesin prej ati ku ne i mësojmë. Ka interes, sot para ditëve ka ardhur një nga Gjermania, do me thonë interesi është shumë i madh, ne shumë shpejt kena nis, ka një javë që kena nis, mendoj se do shtohet, po me kalimin e kohës ndoshta do bëhet një shkollë më e madhe që e kena një ëndër për shembull me bën një shkollë shumë më të madhe për me u marrë vetëm për këtë punë. Jo vetëm për pizza, por edhe për gjona tjera. Për të marrë pjesë në këtë kurs, ka disa kritere që duhet i plotësojnë? Ata që dëshirojnë për shembull të jenë pjesë e këtij kursi? Kritere nuk ka, po varet për shembull kur vjen një pizzaiol që din ta bëjë një metodë tjetër brumit, po kur vjen te ne ja ndrojnë metodën e brumit, ai do të thonë bazën vetëm ai ka. Atëherë mëson teknologjinë e brumit, pjekjen, fermentimin, gjonat elementare, për shembull brumit, edhe ndron kahin prej një pizza romana, themi, bon pizza napolitana. Edhe pse edhe tjetrën mund ta mësojë te ne. Ka dhe prej atyre personave që nuk kanë lidhje të themi me këtë profesion, po thjesht kanë dëshirë për ta marrë kursin. Po ka shumë interesim, edhe për ashtu ka interesim. Të cilën nuk ka njohuri, deshta të them në këtë drejtim. Tani për tani nuk është se ka ardhi ndonjë prej tyre, tani për tani ka 3-4 që janë bërë vetëm se kanë diçka, për shembull në Gjermani duan me hap një pizzeri si kjo, kanë biznese tjera, furbuke diçka, duan me hap pizzeri edhe... Sa zgjas ky kurs mund të themi për personat? Normal, për ato që kanë pak ma shumë njohuri, zgjatën një javë. Do me thonë, për ato që janë pak ma shumë, u duhet ko ma shumë, do shkon deri 10 ditë. Do me thonë, ka ona jonë nuk ka kusht, për shembull, se jo se qka që se, kur e shefa vetën që jo është i gatshëm, po normal se ai kur do shkojë për shembull në Gjermani ose në Angli, ai do thirrje ku ka probleme, që ka probleme, për shembull ose njëri prej neve mund të thojë atje, ja tregon po. Se jena ne të lidh për shembull edhe me Forno Rinaldi, me shumë me këto që shesën mikserat brumit, Suma Mix ose diçka tjetër, do me thonë ne mund t'ja bëjmë edhe konceptin ku gjendet personi, për shembull i bojnë trajnimet, po me dasht, për shembull unë shkoj ose Rufi, duhet shkoj Rufi atje, një javë ditë ja sistemoje. Gjithsesi ju bashkëpunoni, ju dilni në ndihmë të rinjeve të cilat kanë interesim në këtë... Edhe ta nisje punën ma profesional, si thonë. Mund të na thoni se a mund një picë të del e shishme edhe në kushte shtëpie? Nëse përgadit, jo vetëm nga një pizzaiol, po edhe nga një grua, si për shembull, nuk jam në këtë drejtim eksperte, po në shtëpi. Po, mendoj se po, se nuk mjafton t'i kesh ato produktet më të mira që më cilësore, do me thonë që ka këtu të ne, nuk është se s'ka, edhe bëhet, për shembull. Jo napolitane, pse ajo kërkon temperaturë më të lartë, po një picë me kombinime, me një brumë kombinim shtëpijak, mund është ta bëjsh pak. Edhe pse e dim që... Edhe pse ku bëj edhe vetë, do me thonë, unë edhe për Amazon edhe kështu, në kushtet normale, ku më gatuaj edhe pizza kështu. Edhe pizza në shtëpi, do me thonë pa ato, do me thonë në regull, mund të bëhet edhe një pizza kështu. Atëhere, për gjithë këto suksese dhe sfida që folëm deri më tani, cila mendoni se ka qenë sfida më e madhe në karrierën tuaj? Sfida më e madhe ka qenë, për shembull, kur e kam ndru prej Berlini, kam shku në Moskë, në Rusi, për shembull, e di si është ajo, për shembull në Rusi, po edhe vetë se kam ditë, për shembull, aq mirë ku do shkoj, si do shkoj, edhe pse kam qenë te njeriu i sigurt, se unë kam shku prej Berlini te njeriu që e njoh.
Ajo ka qenë si sfidë dhe pastaj edhe projekti i parë normal kur e merr si kuzhinier në dorë, që s'ke qenë kuzhinier, ke qenë pizzaiol për shembull profesional. Edhe kur e ke marrë në dorë krejt kuzhinën, me ato mangësitë dhe ato gjonat për shembull me atë frigën që ekzistonte njeriu, edhe pastaj kur e bën një herë deli sukseshëm, pastaj veç... Ti e vullnet të vazhdojnë edhe më tej motivimi të vjen më shumë. Ajo është, do me thonë, për mo është me rëndësi mos me hup atë vullnetin. E njëjta ndodh edhe në restoran, për shembull, kur e sosi menun, i bon një muj, për shembull, unë për 5 muj e kam dru gati 5 herë menu. Gjë që është absurde edhin, po unë kur e shoh që diçka edhe gjithmonë kam qef inovacione, gjona të reja. Edhe mos e hupish se nëse unë zbojt gjona të reja në kuzhinë, atëherë hupet vullneti për të vazhduar edhe më tej. A mendoni që këto sfida gjitha ju kanë formuar më shumë si gastronom dhe pizzaiol? Tani ku jeni në këtë... Normalisht se po, se unë personalisht ju marrë edhe me dizajn, edhe du me thonë një lokal që është marrë atje në Moskë me bashkëpunëtorët atje, e kum pas ato një aftësi për shembull si... Kam edhe shije dizajni, për shembull edhe te lokali, 80% është shija e imja me bashkëpunëtorët ati, po e kam një cilësi të asaj, edhe kam një cilësi, për shembull, të organizimit të porosive të produkteve, për shembull, ose teknologjisë, se duhet me ditë cilën furme e marrë cilën është ma efikase për qatë punë që e bon edhe brumatrice, edhe gjona tjera frigorifera, edhe krejt ato që duhen për një restoran. Për një restoran, dhe në fund mund të na thoni se cili është mesazhi juaj për të rinj që duan të nisin këtë rrugtim për këtë profesion? Mendoj se duhet të kenë vullnet shumë, duhet të mos dorëzohen, mos e marrin për shembull gastronominë se hajt, e di se përpara për mu ka konë punë zorti, se unë s'kum pas punë tjetër që të bëj. E di, s'u desh ta bëj shkollën se ne kom bo për carësi, edhe kina migrun, edhe kina bo që asoj punësh. Dhe më thonë, jo, gastronomi, jo dikun tjetër. Tash është shkollë, gastronomi është shkollë. Tash duhet kënë të rritë ma shumë vullnet, ma shumë kanë hapsirë, ma shumë duhet t'i qasën, për shembull, edhe produkteve edhe mos ta marrin atë, për shembull, se përpara, ose kjo është kuzhinier edhe edhin duhet të marrën me krenaria. Me krenari duhet të marrin, se nuk i dihet të themi jetës, se çdo profesion është një profesion që të sjell të ardhura, por edhe nëse një punë nuk e bën me dëshirë dhe me vullnet, atëherë nuk mund të kesh edhe suksesin e punës. Po për shembull edhe rufi, edhe unë, për shembull ti kur ta mendojsh për një top brumi që ka 250 gram, ti mundesh ta shëtish krejt bota. Nesër thirrin një Japoni, për shembull, ka pas thirrje me shku në Dubai, ka shku rufi, për shembull, mu më kanë bërë thirrje me shku në Singapur, në Kinë, në Australi, për shembull. Ajo pjesë e një copit brumit qonë deri atje. Deri në majnë një suksesi. Nuk do të thotë se ti punon në kuzhinë edhe duhet ta marrin si profesion shumë të mirë. Ajo shkon edhe pak edhe me dëshirë edhe me vullnetin e shumë njerëzve. Kështu të shpresoj të gjithë shikuesit, por edhe të gjithë ata të rinj të cilët kanë dëshirë, të ndjekin një rrugtim, kanë mësuar shumë gjëra nga ju, që sapo i ndat me shikuesit tanë dhe me eksperiencën tuaj që keni shëtitur në për vende tjera, keni provuar, keni bërë përgatitin e shumë kuzhinave dhe keni sjell pikërisht në vendin e juaj në vendlinje në qytetin e Tetovës. Unë për çdo inkurajim, për çdo unë jam i hapur, kush do të kese, për shembull, edhe një bisedë ta bëjmë me mua aty, unë jam gjithmonë i hapur, njerëzit duhet të shtin gjonat përpara, duhet jam shumë dembelizëm, duhet punë, me punu, edhe tu punu, atëherë dhe shofish vetë ku kemë rinë në sukses. Ju faleminderit edhe njerë i nderuar që ishit pjesë e emisionit tonë në ritmi ditës dhe që ndat gjithë këtë eksperiencë për shikuesit tanë. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe stafit, faleminderit gjithve edhe ku të keni kohë ju mirë pres të Brumatja. Faleminderit.